واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير هدي محمد المصطفى وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. Vëllezër të nderuar musliman, ju përshëndes me përshëndetjen më të bukur dhe më të pastër islame. Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe shpëtimi Allahu qofshin mbi ju. Vëllezër të nderuar, mbasi që e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, Zotin e botrave, elusim Allahu xhelle xhelalu të na ruaj nga të gjitha ato të keqia, të cilat i planoset trupave dhe shpirtrave tanë. Të udhëzon Allahu i lartësuar për në rrugën e drejtë, s'ka kush që ta nxjerrë atë njeri nga rruga e drejtë, dhe kush del prej rrugës së drejtë, s'ka kush që ta udhëzojë atë njeri për në rrugën e drejtë përveç Allahut. Dëshmoj dhe deklaroj se s'ka të adhuruar tjetër me merit përveç Allahut, i cili është një dhe i pashoh, dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wasalam është robi i Allahut dhe i dërguar i tij. Vëllezër të dashur, në këtë ligjërat e kësaj dite xumaja ka përzgjedhur një temë o vëllezër, e cila është shumë kryesore për besimin tonë. Është pikërisht o vëllezër ajo gjë për të cilat besimi në rast të parë atë godet. Dhe pikërisht o vëllezër, sot do të flasim për rëndësinë që duhet t'i japin muslimanët rregullimit dhe pastrimit të zemrës. O vëllezër të nderuar, me të vërtetë subhanallah, zemra është e para gjë ku besimi futet në të. Ashtu sikurse kur e kam pyetur profetin alayhi salatu wasalam me çka vërtetohet besimi, dhe ka thënë besimi vërtetohet me 3 gjëra. E para, besimi me zemër, e pranuara, e dëshmuara me gojë dhe e vërtetuara me gjymtyrë. Vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa taala na tregon neve në një ajet kuranor dhe thotë: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim." Në këtë ditë nuk të bën dobi as pasuria, as fëmijët, por të bën dobi kush i paraqitet Allahut me zemër të shëndosh, me zemër të pastër, me zemër të rregullt. Pra, vëllezër të nderuar, në këtë ajet kuranor Allahu xhelle xhelalu na bën me dije për në ditën e gjykimit, për ditën kur do të dalin përpara Allahut subhanahu wa taala krijesat e Allahu xhelle xhelalu, dhe do të pyeten tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe atë ditë luma i person i cili do të dali me zemër të pastër, zemër të shëndosh. O vëllezër, zemra është ajo gjë e cila është ajo pjesë kryesore ku me të vërtetë Allahu shikon në zemrat e njerëzve, nuk shikon në trupat e njerëzve, sikurse thot profeti alayhi salatu wasalam në një hadith kutsi, kur thot Allahu nuk shikon në paraqitjet tuaja, në pamjet tuaja, se sa të bukur jeni, apo të shëmtuar, të bardhë apo të zi. Allahu nuk shikon në veshjet tuaja se si jeni veshur, por Allahu shikon në zemrat dhe në veprat tuaja. Pra, vëllezër të nderuar, shikoj se sa e rëndësishme është çështja e zemrës, kur shumica e njerëzve sot fatkeqësisht nuk i japin rëndësi dhe nuk i kushtojnë rëndësi kujt? Pjesës më kryesore të jetës së tyre. Pjesës më kryesore o vëllezër zemrës, asaj për të cilën paraqitet besimi. Dhe me një zemër, kur kjo zemër është pastruar nga shirku, nga idhujtaria, nga kufri, nga nifaku, nga dyfytyrësia, kur kjo zemër është pastruar nga urrejtja, nga zilia, nga smira dhe nga çdo gjë e keqe, kjo zemër o vëllezër mbat një besim të pastër. E kanë krahasuar bukur dietarë, subhanallah, kur thonë ajo zemër e cila është e pastër, është tamam si puna asajene, kur e pastron, çfarëdo që të hedhësh në të, do të jetë e pastër. Ndërsa një enë e cila është e papastruar, mirë, nëse do ta hedhësh qumshin apo çfarëdo që të hedhësh në të, do të thartohet. Edhe besimi o vëllezër, e cila është dhurata më e madhe, dhurata më e mirë, dhurata më e çmueshme,
me e paqmushme, nuk ka çmim vallaj që ta blej këtë dhurat, besimin, ta marrësh dhe ta futësh në një zemër e cila nuk është e pastër, në një zemër në të cilën nuk jepet besimtari që edhe ta kultivoj, ta pastroj atë herë pas here, është gjuna o vllai subhanallahu. Sepse nuk po i kushtoj më rëndësi ashtu siç duhet. O vëllezër, nëse do të shohim sot, do të shohim që shumica e njerëzve i japin shumë përparësi veshjes së trupit të tyre, të veshim modën e fundit që ka dalë. Sepse do dalim jashtë, do dalim xhiro, do na shohin njerëzit. Dikush i jep përparësi lukut të tij, flokëve, paraqitjes së tij, mundohet të qepet si X person, ta mbajnë modën. Mirë o vëllezër, subhanallahu. Mirë po nuk po shohim të rrallë janë sot njerëz të cilët merren me rregullimin dhe pastrimin e asaj pjese kryesore e cila të bën të ndihesh mirë. Kur ajo është mirë, i gjithë trupi është në rregull. Dhe kur ajo është e sëmur, i sëmur është gjithë trupi. Ka thënë profeti i nderuar Muhamedi alayhi salatu wasalam në një hadith, në trupin e njeriu ndodhet një organ që nëse është i shëndosh, i gjithë trupi është i shëndosh, është i rregullt. Dhe nëse ajo është e prishur, i gjithë trupi do të jetë i prishur. Dhe ajo është zemra. Dhe o vëllezër subhanallahu, shoh sa thënie e madhe, e këndshme, saqë logjikisht të parë tanë të nderuar kanë bërë disa krahasime të bukura. Ti e shikon një mollë, një frut, dhe të pëlqen nga pamja jashtme, thua sikur të kem të hap. Mirë po kur të afrohet ky frut dhe e ka fshok, asaj është kalbur zemra. Zemrën brenda e ka të krimbur, të kalbur dhe vjen e hidhur, por të gënjevi aparenca, të gënjevi pamja e saj. Subhanallahu. E njëjtë gjë ndodhet sot me njerëzit, kur i shikon në pamje të parë, të marrin në qarë. Ama kur të fillosh ti pyesësh, do të shikosh 100 mangësira, do të shikosh 100 gjëra të pa kuptimta, sa që edhe jetën e tyre po i jetojnë në mënyrë të pa kuptim. Nga se o vëllezër, nga se nuk po i kushtojnë në rëndësi, pikërisht gjëra më kryesore që ka njeriu në trupin e tij, zemrës, sepse që aty fillojnë punët, veprat, besimi, dhe një punë o vëllezër që të bëhet e mirë duhet të bëhet me gjithë zemër, sikurse i thonë dhe një fjalë, ama dhe me gjithë zemër, a e bëhet këtë punë me gjithë zemër? Sepse kjo është o vëlla, kur robi do me zemër, vepron me zemër, kjo gjë është e këndshme, është e pranuar, të jetë të kënaqesh me veten tënde, kënaqet krijuesi i botrave Allahu subhanahu wa taala, dhe gjëja më parësore, kur të dalin njerëzit tek Allahu xhelle xhelalu, do të paraqiten me zemrat e tyre. O vëllezër, a e dini se çka ka thënë profeti Muhamedi alayhi salatu wasalam rreth çështjes të Ebu Bekrit? Thot sallallahu alaihi wasallam, sikur të vjeshe Ebu Bekri në njërë natë të peshores së tij, veprat e tija dhe veprat e të gjithë ummetit në anën tjetër, veprat e Ebu Bekri do të peshonin më shumë se gjithçka. Për çfarë thoni? Jo se Ebu Bekri ka agjëruar shumë, ka falur shumë namaz, por thot profeti alayhi salatu wasalam në një hadith tjetër, sepse ato vepra që ka bërë Ebu Bekri, i ka bërë me gjithë zemër. I ka bërë me zemër të shëndoshë dhe të pastër tek Allahu subhanahu wa taala. Nuk i ka bërë me dy fytyrësi, nuk i ka bërë të ngatëruara me niyete të tjera subhanallahu. Pra kjo është ndryshimi o vëllezër. E gjitha që robi kur ta bëj një punë, ta bëj atë me gjithë zemër. Dhe neve o vëllezër, si krijesa të Allahut subhanahu wa taala, nuk na takon që të futemi në zemrat e njëri tjetrit. Por profeti alayhi salatu wasalam na ka mësuar me një edukat të këndshme, të thjeshtë, të bukur, e cila është e pranueshme. Thot kë shikoni që vjen shpeshherë në xhami, dëshmo për të që ai është musliman. Liri gjërat e tjera subhanallahu, mos insisto që të shikosh se për çka e tha këtë Allah, ka pasur një jetë tjetër. Ka thënë nga zemra, e ka zemrën të zezë, ose e ka zemrën e bardhë. Subhanallahu, o vëlla, nuk e hapi njeri zemrën dhe nuk e pa se si e tha këtë Allah, se si e bëri këtë punë, e bëri me zemër, të pastër, të plot, apo
me zemër të thyrë dhe të bardhë, subhanallah. O vëllezër, ne na takon që të gjykojmë për dikën në bazë të aparencës, të paraqitjes së tij, dhe nuk na takon që të futemi në zemrat e njëri tjetrit, të shohim sepse nuk mundemi dot realisht. Ose e keqe, e gabuar është ai mendim kur thot dikush, unë nuk vi në xhami. Sepse unë Zotin e dua, e kam në zemër, ande këtë mirë vëlla. Allahu ta shpërblet Zotit të dashur. Mirë po ne Zotin nuk na ka thënë që të shohim në zemra, se nuk shohim dot. E të duam të shohim, nuk shohim dot. Askush, as me shkencë, nuk mundesh dot të shikosh me aparat që ky ka dashuri apo s'ka dashuri për ty, subhanallah. Është e këshillë e Allahut dhe vetëm Allahu kontrollon zemrat. Por ne kemi na ka lënë Allahu që në aparencën e parë kur shohim dikën që të vi shpeshherë në xhami, të dëshmojmë për atë që ai është musliman. Kur shohim dikën që bën një vepër të mirë, ta inkurajojmë, ta falenderojmë dhe të kënaqemi me të. Pastaj niyeti, qëllimi dhe zemra i takon Allahu subhanahu wa taala në ditën e gjykimit. O vëllezër, kur ka ndodhur një gjë e bukur, sepse gjithjeta e profetit alayhi salatu wasalam është shembull për neve. Ka shkuar dikush, një prej muslimanëve, në një luftë, duke luftuar dhe e kapi një pabesimtar për ta vrarë. Në atë moment ai pabesimtar thot la ilaha illallah. Çfarë ndodh? E vret ky besimtari, subhanallah. Dhe shkojnë tek profeti alayhi salatu wasalam si mbaron lufta, dhe dikush prej besimtarëve që kishte qenë prezent i thot, nga që nuk ndihej rahat, e pa këtë lloj gjesti dhe thotoi dërguari Allahu, filani, vllai jon, e vravi dikët, një prej pabesimtarëve, dhe ai para se ta vriste tha la ilaha illallah. Profeti vretet në fytyrë, subhanallah. I thot, o vlla, o filan, a e vrave nga i tha la ilaha illallah? I thotoi dërguari Allahu, pa i tha atë për të shpëtuar nga vdekja. A e vrave nga i tha la ilaha illallah? Pa i tha për të justifikuar e dërguari Allahu, të falë Allahu subhanallah. A ja ape zemra dhe ja ape se si e tha i me çfarë njeti për të shpëtuar apo e tha sepse ai e pranoi Allahu subhanahu wa taala. Pra shikoni o vëllezër, ose dikush një argument tjetër, kalon dikush dhe ishte i pirë. Dhe filluan profeti ishte me sahabët, me shokët e vet, dhe njëri prej sahabëve fillon ta mallkoj. Po profeti mos e mallkoj, të falë Allahu. Nga e diti që ai nuk e don Allahu subhanahu wa taala, nuk e ka Allahu në zemrën e tij. Pavarësisht se ka rënë një gjuna. Pra vëllezër, ku është i gjithë thelbi? Neve nuk i lejohet besimtarit në asnjë lloj mënyre ta urrejë besimtarin. Nuk duhet të ketë në zemrën e besimtarit urrejtje për besimtarin, sepse kjo është nga ato marrëdhënie, është nga ato hijet e shejtanit o vëllezër vallahi. Betohem tek Allah. Vjen duke të urrejtur, duke futur urrejtje, ndërsa ne nuk na lejohet. O profeti, mos e urreni njëri tjetrin, mos e nënçmoni njëri tjetrin, mos e përbusni njëri tjetrin, subhanallah. Por jeni vëllezër, robër të Allahut. O vëllezër, neve na takon që të urrejmë një vepër të keqe dhe të mundohemi ta ndalojmë atë të keqe, po jo të urrejmë muslimanin si musliman. Ky është koncepti dhe kjo është e drejta e kësaj gjëje. Se vjen shejtani gjë e parë sa bën dikush Allah. Nuk i flas, nuk i jap selam, po pse mo të fal Allahu? Sepse filani është shumë. Po shikoj një vetën tënde. Ti ndoshta nuk e ekspozon atë punë që bën ai, po bën një punë tjetër po. A është kel ligjin e Allahut, diku në një vend tjetër bën një haram ose bën një gjuna. Sepse të gjithë njerëzit janë krijesa të Allahut dhe përsa i krijesa e Allahut kemi gjunafe Allah. Kush më shumë, kush më pak. Dhe të gjithë prej nesh shpresojmë o vëllezër vallahi. Të gjithë vallahi shpresojmë tek Allahu, kemi një brengë, çdo kush një gjuna që shpreson tek Allahu, dikush çohet falet natën qan syrit i tij, dikush kur përmend gjunafin dhe fal namazin i dridhet zemra e tij dhe shpreson që Allahu t'ia falë gjunafin. Ndërsa vëllai dashur, nëse ti do të konsistosh dhe të insistosh që të mos i flasësh dikujt, ta urresh pse ai po bën haram, ai ka bërë kështu, ai ka shkuar botim, ai ka bërë atë, ai është kafir. Allahu na ruaj subhanallah. Çfarë po ndodh në këtë rast? Po ndodh ajo që ti po shkel bazat e Islamit. Shejtani po e vallë në zemrën tënde. Dhe baza e Islamit o vëllezër janë 7 kushtet e fjalës la ilaha illallah.
dhe një prej këtyre 7 kushteve është ta duash atë që e thot këtë fjalë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Subhanallah. Pra nëse ti e urren atë person, ku është ky kusht? Do me thënë kur profeti ka thënë besimi plotësohet kur të duash për hir të Allahut dhe të urresh për hir të Allahut. Do të thotë nuk ka thënë të urresh njerëzit, por të urresh për hir të Allahut. Këtë të urresh veprën e keqe, subhanallah. Kur shikon një vepër të keqe, thot profeti alayhi salatu wasalam, të mundohet janë baza, janë ajka, janë thelbi i fesë o vëllezër. Dhe kur ti mësojmë këto hadithe që janë thelbi i fesë, nuk na le Allahu i madhërisht që neve të devijojmë, të ndahemi subhanallah. Por ka bazë, çfarë ka? Po, dhe unë dita konceptoj, se çdo kush, Islami është fe logjikës o vallahi. Është fe e lehtë, fe e kapshme, fe që mjafton të logjikosh me pastërti, me qetësi dhe të gjykosh këndshëm. Ama po gjykove me fanatizëm, me epshin e dëshirën që mund të kesh, shumë shpejt mund të devijosh. Do vëllezër të nderuar, duhet të shohim çfarë thot profeti alayhi salatu wasallam, ku shikon një gjë të keqe, të mundohet ta ndalojë atë me dorën e tij. Me dorë, nëse shikon një të keqe, shikon që një vlla është duke bërë diçka, kapi o vlla, hajde këtu, ki frikë Allahut subhanallah. Mos e bëj këtë gjë, sepse kjo është haram, Allahu na ka thënë kështu. Po e ndalove të keqen subhanallah. Ose nëse s'e ndalon, ai ka përgjegjësi para Allahut o vlla. A nuk do të gjykohet besimtari? Po, do të gjykohet subhanallah. Edhe besimtari do dalë tek Allahu, do të gjykohet. Nëse i ka bërë vepra për Allahut, do të shpërblet. Në të kundërt do dënohet subhanallah. Atëherë çfarë? Ti ke kryer një urdhër të Allahut dhe të profetit, e ke këshilluar, je munduar ta ndalosh me dorën tënde. Nëse s'mundesh dot me dorë, thot profeti alayhi salatu wasalam, mundohu ta ndalosh të keqen me dorën tënde. Duke i thënë vlla, çfarë duke bë, ose o filan, kështu subhanallah. Po se kur ta bënte dikush në familjen tënde, në veten tënde, në të kundërt e treta, nëse s'mundesh dot as me gojën tënde ta ndalosh të keqen, ndaloje me zemrën tënde, për ky është besimi më i dobët, subhanallah. Ta ndalosh me zemrën tënde, ta urresh me një fjalë këtë të keqe, unë e urrej. Jo, shikoj dikën që është duke bërë një vepër të keqe dhe ti ri aty kënaqesh, qesh me të. Në të kundërt, edhe ti po merr gjunafe tamam si personi. Vëllezër të nderuar, kur armiku i Allahut, Iblisi, e kishte vërejtur që çdo gjë rrotullohet rreth zemrës dhe mbështetet në të, së pari ju afrua asaj me përshpëritjet e tij, duke i ndezur kërkesa të ndryshme, duke i zbukuruar gjithçka që e largon nga e drejta, duke i nxitur motive për mëkate dhe duke vendosur kurthet e veta për të prishur qëllimin e saj, qëllimin e zemrës. Dhe profeti alayhi salatu wasalam thotë, çdo bir i Ademit ka një pikë të zezë në zemër. Është vendi ku qëndron shejtani i mallkuar. Pikërisht o vëllezër, i ka ndodhur profetit një nga gjërat më madhështore që ka njohur historia njerëzore. Në kohën kur profeti ka qenë 4-5 vjet, ka ardhur angjëlli Xhibril, edhe ja ka nxjerrë zemrën prej kraharorit të tij. Ja ka hequr pikërisht këtë pikën e zezë, këtë vendi ku qëndron shejtani, ja ka larë me ujë zemzemi dhe ja ka futur prapë. Pse? Sepse nuk kishte vend armiku i Allahut në zemrën e profetit Muhammedit alayhi salatu wasalam. Ishte i dërguari i fundit, ishte buna e profetëve, ishte ai burri i cili do të mbarte një mesazh të madh për mbar njerëzimin, Kur'anin, fjalën e Allahut, Islamin, fenë që Allahu e deshi dhe e përqefi për njerëzit, subhanallah. Nuk mundesh e dot në një zemër të ishte dashuria për Allahun dhe gjunafet, dhe epshet, apo gjërat e tjera nga kurthat e shejtanit të mallkuar. Dhe profeti ka thënë, çdo kush një shikim në haram, një vepër të keqe që bën në robi, shejtani ja nxjerr një pikë të zezë në zemër. Sa herë që ky bën një gjuna, i shtohet kjo pika e zezë. Dhe sa herë që ky rob si pastrohet, kur ky kërkon falje, fal namazin, e përmend gjunafin që bëri, është koshim për atë gjë, e pranon o Zot gabova, subhanallah, më fal. Allahu e fal, ja lan atë pikën e zezë. Bën gjuna, i shtohet pikë e zezë, i kërkon falje Allahut, bën të mirë, ja fshin Allahu, si thot profeti alayhi salatu wasalam, mbas një të keqe, pasojë me të mirë, se mira e fshin të keqe. Bëre një të
keqe valla, besimtari, ky është zemra e besimtarit. Se kur bën një gjuna, ai e pranon gjunatën. Ndërsa zemra jo besimtarit nuk do t'ja di fare valla se bëri gjuna apo jo. Ati duket bëra mirë valla, bilemin, ai është i kënaqur të bëjë një gjë të keqe. Kur bën një të keqe ai kënaqet. Ndërsa besimtari pendohet pse e mashtrovi shejtanit, kërkon falje tek Allahu dhe ja pastron Allahu subhanahu wa taala zemrën. O vëllezër, shejtani mallkuar fillimisht kërkon të kapi burimin nga imani për ta prishur atë, sepse ne vetëm që burimi ku futet besimi në fillim është zemra. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. O vëllezër, pasi që e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, Zotin e botrave, çëm salavat mbi profetin ton Muhammedin alayhi salatu wa salam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. O vëllezër, betojmë tek Allahu që me të vërtetë punët vlerësohen sipas niyetit dhe me zemrën e tyre. Thot profeti alayhi salatu wasalam një thënie të bukur e ka thënë këtë ndërmjet sahabeve kur kanë qenë në një betejë. Dhe ju ka thënë, mos mendoni se jemi vetëm neve që po marrim sevape në këtë kohë, në këtë luftë ku jemi. Por me neve kanë marrë dhe marrin sevape edhe burra të tjerë që kanë ndetur në Medinë. Për shkak se nuk kanë pasur dot mundësi materiale ose fizike që të jenë me ne, por me zemra dhe mendjet e tyre, ata janë me neve këtuja dhe po marrin shpërblime dhe sevape. Pra shikoni o vlla që robi ndoshta nuk mundet dot, s'ka mundësi të bëjë një vepër të mirë të shkojë atje, ama duke pasur me zemrën që kërkon Allahu ta bëjë një vepër të mirë. I lutet Allahu subhanahu wa taala me gjithë zemër për besimtarët, për muslimanët, për vëllezërit në vështirësi e merat. Kjo lutje vallahi i çan qiej, edhe shkon tek Allahu subhanahu wa taala, edhe është e pranuar vëllezër tek Allahu xhalla xhelalu, sepse nga çështjet kryesore të lutjes është kush? Ndjeshmëria e zemrës. Dhe kur robi i lutet Allahut me zemër për çfarë do lloj gjendje, Allahu ja rregullon gjendjen e tij. Vëllezër të nderuar, pasi zemra është përshkruar me cilësi të jetës dhe vdekjes, ajo në bazë të kësaj ndahet në tre lloje. Në zemër e shëndosh, në zemër e vdekur, e pa vlerë dhe në zemër të sëmurë. Zemrat e shëndosha o vëllezër janë ato zemra për të cilën na flet Allahu xhalla xhelalu dhe thot: "Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ila rabbihim yatawakkalun." Thot Allahu, dhe me të vërtetë besimtar të sinqertë, të vërtetë janë ata të cilët idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Kur përmendet, kur kujtohet Allahu, ju rëngjeten zemrat e tyre. Wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Dhe kur lexojnë argumentet e Allahut, ju thot besimi. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dhe tek Zoti i tyre ata mbështeten. Subhanallah. Këto janë zemra të këndshme, zemra të shëndosha, ato zemra që gjatë gjithë kohës përmendin Allahun, ju ruajnë gjunave dhe harameve. Nëse ndoshta ndonjëherë ka ndonjë cytje nga shejtani mallkuar, ata shpejt pendohen tek Allahu xhelle xhelalu duke e pastruar ata. Zemra e dyta, zemra e vdekur, Allahu na ruaj. Është ajo zemër për të cilën Allahu subhanahu wa taala flet në Kur'an për ata pabesimtarët, dhe ton zemrat e tyre janë bërë të forta si guri, madje edhe më të forta se sa guri, sepse ka guri që nga frika e Allahut të rrugëllisen nga majet e maleve, dhe ka guri që nga frika e Allahut gurgullojnë ose buron ujë. Subhanallah. O vëllezër të nderuar, tregoj mirë se kur është ndarë një gur në mes, jetonte një milingon. Dhe kur e kam pyetur si jeton, falenderon Allah subhanahu wa taala. Pra shikoj edhe në gur ka jetë, edhe ka gurë të cilët janë të butur valla. Nga frika e Allahut ata rrukullisen, janë të ndjeshëm, gurgullon ujë, del ujë prej tyre, ndërsa kur i përshkruan Allahu zemrat,
E pa besimtarëve të zemrat të forta dhe më të forta se sa guri. Zemrat të cilët Allahu na ruaj kundërshtojnë Allahun. Edhe duke e ditur që nuk e kanë krijuar veten e tyre, duke e ditur që janë të mangur, nuk mund të largojnë asnjë vështirësi pa lejen e Allahut subhanahu wa taala. Nuk e para të ndalojnë vdekjen, edhe ta ndalojnë atë, nuk ndalojnë sëmundje. Pra shikoja, dhe këto janë ato zemra të cilët e mohojnë prapë Allahun xhelle xhelalu, Allahu na ruaj, dhe së fundmi janë zemrat e sëmura. Ato zemra që kanë mundësi të rregullohen, që duhet pa vëmendje nga besimtari ose nga njeriu subhanallahu. Sepse shejtani sulmon në zemër. Dhe ka njerëz të cilët bëjnë të mira, bëjnë dhe të këqija. Dhe për këtë gjë ka thënë profeti alayhis salatu wasalam, zemra është shumë e ndjeshme, është shumë e lehtë, është tamam si një pupull në shkretëtiri që era mund ta lëvizë nga të dojë. Subhanallah. Dhe zemra është e ndjeshme në këtë lloj forme o vëllezër. Verele, dëgjon një fjalë të mirë, zemra është ajo që reagon e para, të ngrihet besimi, e bësh optimist. Dëgjon një fjalë të keqe ose shikon diçka të keqe, fillon goditet zemra e para, subhanallah. Dhe fillon ndihesh ngushtë, ndihesh keq, bësh pesimist, Allahu na ruaj subhanallah. Dhe njeriu në këtë rast duhet o vëllezër të ketë kujdes vallahi. Të afrohet tek Allahu xhelle xhelalu, të kërkoj falje dhe të bëj vepra të mira. O vëllezër, lutem Allahun xhelle xhelalu që të na i pastroj zemrat tona o vëllezër, sepse kështu ka ndodhur. Kështu ka bërë dhe profeti Muhamedi alayhis salatu wassalam, e lutë Allahun shpeshherë dhe na ka urdhëruar edhe neve na ka këshilluar që ta lutim Allahun, ya muthabbit al-qulub, thabbit qalbi ala dini. O ti forcuesi zemrave, o Allah, i cili je forcuesi zemrave, forcoje zemrën time në fen tënde, në bindje ndaj teje. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi fi ta'atik. O ti, o Allah, i cili je rrotulluesi zemrave, rrotulloje zemrën dhe bëma zemrën time të qëndrueshme në bindje ndaj teje, subhanallah. I lutesh e profeti, prap na ka thënë, Allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirin. Mbasi merrte abdes, thoshte profeti, o Zot, më bëj nga të penduari, nga ata që pendohen dhe nga të pastërtit, jo vetëm gjymtyrën, por edhe pjesët e brendshme, shpirtin, zemrën, subhanallah. Dhe profeti prapë bënte lutje, Allahumma tahhir qalbi. O Zot, pastroma zemrën time. Dhe ne o vëllezër vallahi të mundohemi dhe t'i lutemi Allahut që Allahu na i pastroj zemrat tona, të na futi në të besim, dashurinë ndër njëri tjetrit, të na i bëj të dashura dhe të punojmë me vepra të mira, dhe të na i bëj të urryera në zemrën tonë dhe të ndaluara veprat e këqija dhe të ndalohemi prej tyre. I kërkoj Allahut falje për mua dhe për ju. Elusi Allahun xhelle xhelalu